Ajeti ditë që thot Abdullah ibn Abasi është që thot Allahu në Kur'anin e Kerim wa ani shkur li wa li walidej. Më falemndero mua dhe falemnderoj prindërit. Ai që falemnderon Allahun dhe nuk ka mirënjohës ndaj prindërve nuk pranohet Allah. Falënderimi i tij nuk pranohet. Çelësi pranimit falënderimit ton është ti respektosh prindërit pas të respektimit Allahut. Që Allahu Azza wa Jall ka thonë në Kur'anin e Kerim wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsan. Allahu ka marrë gjykim vendim se mos të adhurohet askush pas Allahut. Dhe ndërsa dhe të sillesh mirë me prindërit. Po njëri thotë i kanë prindërit mushrik, ajo besimtar. Allahu ta ka sqaruar në Kur'an. Ka thonë nëse të urnojnë me bon shirk nuk i ndëgjon, ama në dunjo e ki e borç dhe ato mi respektuan me bon mirë ndaj tyre. Nëse ne urnum që të respektojmë prindërit jo besimtar, të nderojmë ato, ama mos të ndëgjojmë shirk dhe në kufër, çka mendon për atë prind të cilën Allahu Azza wa Jall i ban 5 vakt namaz e pastaj i runa Zot, aq i dheru me prind fëmit e tij është që ndoshta ban dua kundra fëmijës atij. Çfarë mendoni për atë që jeton në shtetin ton? Telefonojnë prindërit dhe thojnë a ban me helmu djalin. A ban me mbyt djalin. Prindër. A ban me mbyt djalin. Kjo nuk ka ndodhur as në Zvicër, as në Japoni, as në Kinë. Kjo ka ndodhur në Maqedoni. Prindërit, nuk nxomon mëngjes dhe mramje, që nëse mendojmë se e kena një lutje të pranuar, thonë, o Zot, merja shpirtin këtij hajrësëzit. Këtë mërshme. Fëmijët ta çajnë s'kan për me ngeron, ki tha edhe ka fshatën e Bukës ja merr fëmijëve kejtëve na ka shti në hipotekë, na ka qit në rrugë. Drog, armë, çdo dreç në ta. Dhe i tham atyre paraqit e polici, tha bashkëpunoj me ato që dhët vetë. Ato janë punëtorë. Ato logjistika e tynëve. Për këtë arsye vëllai të ndersh, s'ka mundësi njeriu ta arrin razin Allahut nëse s'ka arrit të arrin razin e prindërve. Për atë Islami na ka mësuar neve. S'ka shtëpi të pleqve, pik. Bojkot shtëpive të pleqve. Për shkak se pleq duan të plaken në gjirin tonë, familjen tonë, shtëpin tonë. Qofte dhe ki e 100.000 letra, prishi ato herë të babajot, se pasha Allahun fëmit e tu kanë me dalë pi dore, edhe atë pasuri Allahu ka me ta tret për një ditë, dhe për këta kam ngjarje të çuditshme të ndryshme të përditshme. Pasuria nuk ka çdo sen. Plakën shtëpit tonë. Thotë Allahu Azza wa Jall, wala taqul lahuma uf. Zgodzon mi thonë of. As nonës, as babës, as prindër. Shqetësimin më të vogël, ka thonë dietarët, me pas fjalë më të shkurt se di shkronja, Allahu e kishte përdorur. E ku jeni ju dashamire gerave e të cilët i harrun prindër? Çka u bë me juve? O izeluat me to? I harruat prindërit? Ato të cilët ishin gjengje dhe janë gjengje të japin jetën për ty. Ndërsa ty, je a i cili arrogant ndaj prindëre, duke të ndu të kënash të qerë. S'ke mundësi të arrish të razin e Allahut, vetëm atë ditë kur të arrish razin e prindëre.